Ernest Muçi është në qendër të vëmendjes të Beşiktashi. Klubi turk kërkon të ndajë rrugët me sulmuesin shqiptar, por duke marrë sërish 10 milion eurot që shpenzoi për ta transferuar. Ky objektiv duket mjaft i vështirë në këtë moment. Në ditët e fundit është përfolur mundësia e huazimit për 24 vjeçarin. Opsioni më i bujshëm është rikthimi te Legia Varshavës. Pas vështirësive të fillimit, Muçi doli të shkëlqejë me polakët. Kontrata e tij me Beşiktashin përfundon në vitin 2027 dhe mënyra më e mirë për ta rikthyer te ditët më të mira shfaqet huazimi sërish në Poloni. Drejtuesit e Beşiktashit e dinë se Ernest Muçi pret largimin. Sulmuesi i kombëtares nuk duket i lumtur te klubi turk, për këtë edhe ka dhënë dritën jeshile në rastin e ofertës së duhur. Në Turqi raportohet se te Beşiktashi kanë mbërritur ofertat e para. Huazimi po ashtu nuk përjashtohet si mundësi, megjithse si rrallëherë emrat e klubeve të interesuar nuk po qarkullojnë. Pretendimet e Beşiktashit për Muçin nuk janë të vogla. Turqit nuk heqin dorë nga shuma 10 milion euro të cilën shpenzuan më parë për ta transferuar nga Legia. 24 vjeçari është ndër talentet më të mëdha që kanë nxjerrë Superioria në vitet e fundit. Pasi u largua nga Legia, fanellën e Beşiktashit e ka mbajtur veshur për 55 ndeshje. Gjatë kësaj kohe ka shënuar 11 gola dhe ka asistuar 4 të tjerë.